Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi, në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike në Shkodër, vijojnë me intensitet kontrollet në të gjithë territorin e qarkut në vijim të operacionit policor të koduar koordinata me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve në territoret e njësive administrative Pul dhe Shal, shërbimet e komisariatit të Policisë Shkodër gjetën dhe azgjesuan 495 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në vijim të veprimeve procedurale u referuan materialet në prokurori, u nisi procedim në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi i detyrës për kryetarin e fshatit Brullcaj, shtetasin me inicialet YD, për kryetarin e fshatit Nicaj, shtetasin MM, për kryetarin e fshatit Abat, shtetasin NM, si dhe për kryetarin e fshatit Pecaj, shtetasin DV. Në territorin e njësive administrative Kastrat dhe Qëndër, shërbimet e komisariatit të policisë Malësie Madhe gjetën dhe azgjesuan 365 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në territorin e njësisë administrative të Mal, shërbimet e komisariatit të policisë Vau Idejes gjetën dhe azgjesuan 587 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të bimëve narkotike.